Për rreth 26% është rritur emitimi i dioksidit të sulfurit, i oksideve të azotit dhe i pluhurit në ajër gjatë vitit 2024, krahasuar me një vit më parë, ka treguar raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Sipas këtij raporti, niveli i dioksidit të sulfurit është rritur nga 10.495 ton më 2023 në 11.713 ton më 2024, ai i oksideve të azotit nga 11.384 ton sa ka qenë më 2023 në 16.851 ton më 2024 e i pluhurit nga 4.742 ton në 5.606 ton. Si burim kryesor për përkeçësimin e gjendjes me ndotjen e ajrit, njohuesi i çështjeve mjedisore Besnik Shabiu ka përmendur termocentralet me thëngjell. E ndikim, ai thotë se pati edhe përdorimi për ngrohje i pajisjeve me energji elektrike. Kemi pasur që Ministria edhe Qeveria e ka stimuluar ngrohjen me energji elektrike dhe ne e dimë që burimin kryesor të energjisë elektrike në vendin tonë kemi termocentralet. Në vitin e fundit, në bazë dhënave të Institutit Atlas, 60% e qytetarëve të Republikës Kosovës ngrohen me dru, ndërsa kanë kaluar tash është rrit shifra jashtëzakonisht shumë, 30% e qytetarëve kanë filluar të ngrohen me energji elektrike. Dhe kjo ngrohje që vjen nga energjia elektrike e rrit atje nevojën për me punu edhe më tepër termocentralet, dhe në këtë rast normalisht rritet edhe në sasi shumë më të madhe emitimi i gazrave të sulfurit, azotit e kështu me radhë, edhe pluhurit. Epulmologu Skënder Baca alarmon se këta ndotës kanë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e njerëzit me pasoja edhe të përhershme. Dëmi mund të jetë akut, domethënë për një kohë shumë të shkurtër që mund të sanohet edhe mund të mos lejë asnjë pasojë, por dëmi mund të jetë edhe kronik e atëherë është problemi që ndrimet janë irreversibile, domethënë të pakthyeshme. Domethënë ato ndrime që janë të shkaktuara nga prezenca, nga ndikimi i këtyre komponenteve kimike, lën gjurmë, lën vraga, domethënë lën pasoja të përjetshme edhe pasi që ato më nuk janë prezente. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian, alarmohet gjithashtu se cilësia e ajrit në Kosovë nuk ka shënuar asnjë përmirësim gjatë vitit të fundit.